u bë një pjesë e madhe e shqiptarëve musliman me dhunë, apo historia ishte shumë më e ndërlikuar se sa kaq? Përgjigja na çon disa shekuj pas, në kohën kur perandoria osmane po zgjerohej në Ballkan. Nga fundi i shekullit 14 dhe gjatë shekullit 15, territoret e banuara nga shqiptarët ranë gradualisht në sundimin osman. Por një gjë duhet kuptuar qartë. Pushtimi osman ishte ushtarak, ndërsa islamizimi i popullsisë ishte një proces shumë më i gjatë. Shqiptarët nuk u bën musliman brenda një nate, përkundrazi, për dekada e madje për shekuj, shumica e popullsisë vazhdoi të ishte e krishterë. Atëherë, pse filloi ndryshimi? Një prej arsyeve ishte sistemi ekonomik dhe shoqëror i perandorisë osmane. Të krishterët paguanin një taks të veçantë të njohur si gjizja, ndërsa muslimanët jo. Konvertimi në islam mund të sillte gjithashtu më shumë mundësi për karrierë në administratën osmane, në ushtri dhe në jetën politike të perandorisë. Dhe kjo për shumë familje ishte një arsye e fuqishme praktike. Në qytetet shqiptare filluan të ndërtoheshin xhami, medrese, hamame, ura dhe pazare. Qendra si Prizreni, Shkodra, Berati, Elbasani e të tjera u integruan gjithnjë e më shumë në botën osmane. Nëpërmjet tregtisë, administratës dhe jetës qytetare, kultura islame u bë gradualisht pjesë e përditshmërisë. Një rol të rëndësishëm luajtën edhe urdhrat sufist. Bektashit, halvetit dhe tarikatet të tjera krijuan teqe dhe rrjete shpirtërore në shumë zona shqiptare. Megjithatë, islamizimi nuk ndodhi njësoj kudo. Në disa qytete dhe rajone ai u përhap më shpejt. Në zona të tjera, sidomos në krahinat malore të veriut dhe në jug, komunitetet e krishtera vazhduan të ekzistonin. Prandaj pyetja: a u përhap Islami me dhunë? Nuk ka një përgjigje të thjeshtë me po ose jo. Sundimi osman u vendos me forcë ushtarake dhe sistemi favorizonte muslimanët në shumë aspekte. Në periudha dhe vende të ndryshme pati presione, masa shtetërore dhe konflikte. Por islamizimi masiv i shqiptarëve ishte kryesisht një proces gradual, indikuar nga faktorë ekonomik, politik, shoqëror dhe fetar. Dhe rezultati ishte një veçori që shqiptarët e ruajnë edhe sot. Një popull me musliman, katolik dhe ortodoks, por me një gjuhë dhe identitet kombëtar të përbashkët. Historia e islamit ndër shqiptar nuk është bardhëzi, është historia e disa shekujve ndryshimesh. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron pjesa më interesante e saj. Feja ndryshoi për shumë shqiptar, por shqiptarët nuk pushuan së qeni shqiptar.